Edi aktori teatrit, drejtor një kohë, mirë është edhe me menaxhim, edhe kafe. Minali Edi ndikon ku ish nalë kështu. Mas pari, ne faleminderit që më ke ftu, që më ke bo në listën e njerëzve që i ke pas edhe në të kalunën, edhe po flasë të kalunën para pauzës që ke bo, që të liber e mora me ta prodhurat, e mora që aty, me të kazu drejt, po këtë që kam bo një përshtypje është që në vitin 2011, vetë autori Alan Folsom, e pas ka marrë këtë liber në bibliotekë. Edhe se ka këthy mo? Nuk e pas ka këthy, edhe një lajmërim e pas ka pas me 6/3/2018, edhe se ka këthy. Unë e përta japë si dhurat, me shpresën që kimi letëzu, edhe kimi u vo djali zëllëshëm, kimi u vo djali menqëm, edhe je djali menqëm, po këtë liber do të ndimoj shumë në ngritjen intelektuale të personalitetit tonë. Ande që më thire, e kom pa të gjitha ato ciklet, edicionet, a shka me thonë, qësh me i qujt. Emisionet. Emisionet edhe më kanë pëlqy se e kom pa që i ki po me dashni. Shumë faleminderit. E ki dash që ato. Në këtë jetën tonë të shkurt, është shumë rëndësishme mi dash sana që i bëjmë. Se nëse e bëjmë një punë pa dashni, ajo punë ka me reflektu keq tek shikusi, edhe ka shumë mundësi që edhe shikusin me mush me qatë paknaqësin edhe me aprish ditën dikuj. Tek e fundit qëllimi edhe qëllimi emisionit dhe i televizioneve dhe i medjave është që me i mush njerëz me energjit mirë edhe me dashuri. Edhe kjo u konë të që do tujat, nuk i marrë në të bukë komplimente, po është fillimi edhe duna me t'i thonë. Tash, mos ta bëjmë shumë i kësi me kompliment, po ndër faktor që gjdo emision jëmë përmisu për emisionin emision, jeti. Edhe na kështu përlohëm gjithë, po kanë diku shumë. Sanat e mira, sidomos me art vinë prej konflikteve. Këto quhen konflikte të artit, të cilat lejohen kur ka mrena për një punë më të mirë. Po flasë, është një vi, është një limit, për çdo gjë, një jetë është një limit, po edhe kjo e ka atë limitin e vetë, e ka atë vinë të cilën duhet me ditë shumë mirë, me arrit dhe me rujtë. Kështu që edhe herë. Mirë, interesant këtu në galeri, bukur përdoket. Bukur skena. Edi në skenë, çka përjeton kështu prej roleve në rol, a është gjithmonë si hera parë, apo jam mërshdore? Jo, nuk është si hera parë, sepse na punojmë, bëjmë prova shumë. është puna jonë, është profesioni jonë, nuk na shtin me bo, nuk na qojnë salë të operacionit me bo operacion, një zanat huin, po e bëjmë zanatin tonë. Aktrimi është profesioni që unë e kom zgjedh vetë, realisht lidhet shumë edhe me dhuntin e Zotit, e cila nuk bën pa zgjedhjen e njerit mandej, edhe që vjen si rezultat e një punës madhe, duke e shfrytzu dijenin të cilën e marrim gjatë shkollimit tonë. Kështu që janë disa punë zinxhirore të cilat nuk bëjnë asnjëna pa tjetrën, është talenti, është puna edhe është edukimi, shkollimi. Ndërkaq ke pas një kohë drejtor shkputje prej, domethënë, daljes në skenë. Jo, asnjëherë nuk jam shkput prej punëve të mia, prej daljes në skenë, edhe pse kam ushtruar detyrën e drejtorit më tepër se 10 vite. Punët e mia kanë vazhdu, kam bërë edhe shfaqje private, kam punuar edhe shfaqjen e teatrit në Zhakovës, kam pas edhe realizime të roleve të ndryshme edhe në teatro tjera, kam pas dalje jashtë vendit, me seriale televizive, une nuk mujmë i përëmdu vetën nëse i shkputna, sepse nuk mujmë u shkput prej gjanëve të mira që na ka ofru Zoti, krijuesi jonë. Ja dedikon Zotit edhe qëtë dhuntin, këtë energjinë e madhe që e ki që... Jo, nuk ja dedikoj, po e falenderoj Zotin. E falenderoj Zotin, normalisht. Mujmë ja dediku njerëzve që më rrathojnë, mujmë ja dediku familjes, mujmë ja dediku fëmijëve të mi, grus, apo nanës time të ndjerë, apo mujmë ja dediku njerit që është gjallë, apo ku ta di une. Normalisht e falenderojmë Zotin gjithmonë për çdo mëngjes që i qelim sytë.
Aktrimi është një pjesë e madhe, domethënë, e shoqënisë, domethënë, që paraqet shoqëninë tonë ose emancipon shoqëninë, edukon shoqëninë. A mendon që është edhe në këtë kohë aktrimi ose teatri ai i cili duhet me eduku masën, me emancipu masën, apo është një kohë që me bë teatr ma komercial? Jo, absolutisht. Kur vinë shprehje vlerat artistike, atëherë komercializmi zbehet edhe stepet, sepse teatri, arti, aktrimi, arti në përgjithësi nuk është TikToki, nuk është Facebooki as Instagrami, po është skena teatrore, është filmi, është libri, është poezia, është edhe vetë Zoti e ka kriju skenën pak më naltë se njerëzimin, domethënë kur plani, kur zhbosh skena është pak më naltë. Edhe normalisht që çajo naltësi ty ta obligon që ti duhesh e ki për qëllim për me ofru gjëra të mira dhe në një farë forme me e sensibilizu ose me masovizu popullin, edhe me e eduku përmes veprave të shkrume tash apo para 4-5.000 viteve të kalume, si që janë veprat antike për shembull, po qëllimi edhe misioni ynë është që ne të jemi sa më afër popullit, sa më edukues, po asnjëherë ofendues ose ne ma din qysh është çdo aspekt i jetës, çdo profesion është momenti keq për çdo profesion. Është në një farë formë është të shku drejt bastardimit. Edhe aktrimi në këtë mjegull të përzimjeve të kompetencave apo gjanave është bën pjesë në sferat e jetës. Edhe mjekësia ka kriza, edhe gazetaria ka kriza, po këto janë kriza kalimtare, ose të na janë kriza të cilat janë manifestu me kohën e daljes prej luftës, sepse dim që na jemi dëmtu shumë edhe si popull, kemi pas vitet 90-ta që na kanë dëmtu me videokaseta, edhe kjo është një vazhdimësi e prishjes së rendit apo e prishjes së profesionalizmit. Po kjo është fazë kalimtare, kjo kalon, na nuk duhet me ra pre e tiktokerave, e gjanave të kota, sepse me të vërtet është shumë e zëshme me realizu diçka të mirë dhe të madhe. Nuk është qa që letë, merë një telefon edhe u kry, jo, vynë punë, vynë shumë punë. Ta që bëbun famshëm shpejt TikTok, ta mendoj që edhe kalon shpejt. Po nuk e di për shumë ku bëhen të famshëm, te kush bëhen të famshëm, edhe sos gjatë ajo, shka të më thonë famë, fjalla famë, shka të më thonë. Halon nuk e kom si koncept në kry, shka të më thonë ajo famë. Shka të më thonë fjalla famë, nuk e di, nuk di pse ekziston as, nuk e di. Edhe në përqet më në mamë një i famshëm, se di, është kjo pyetja shablon që ku ja ke nis ma aktrim ose ku ja ke nis i famshëm, të mdoket si përse të nëgjoj, edhe që s'kanë zbulu për shemë, që e bëj i famshëm, ku s'ka gjetë. Une, mund pa të në gjetë në pru, se une kesh pa të rëshit koma, për para o dashtë më po që shtu i famshëm, të rëzum prua. Na jemi qyteti vogël shumë, edhe na jemi kretë njëri me tjetërin. Gjdo njëri janë gjithë, për shumë na jemi në sashti dele vetë ku ka shpinë Valoni, për shumë, dhe i pari me së depti i dy tjetin. Nuk është, pra po thëmë, shka të më thona e famshëm. Thjesht na jemi të njofshëm me njëri tjetërin, edhe jemi konë shumë afer organizimeve të ndryshme, prezentimeve, shfaqjeve në vende publike në ashta. Për shambë ne jemi shfaq aty ku ka pas çdo herë, ma tepër se 10 veta, ne kemi pas një performancë aty, çfarë do të qoftë ajo, performancë, jemi marrë me aktivitetet ndryshme kulturore, me teatr si fëmijë, me shfaqje të shkollave, me vallëzime, me shkape diune, edhe me futbolla, me kena lujt bashkë futboll 100 herë, edhe është qytet i vogël, po unë nuk e konsideroj që ka njerëz të famshëm në Kosovë edhe që nuk vjen dikush mi kap me helikopter mi që në Hollywood. Ne jemi vend i vogël, është shumë e thjeshtë, shumë e lehtë kjo punë. Edhe një veçori e jotja, që e ki një energji të jashtëzakonshme, që mu ka herë më nëndë kupi merra, që ka vjen, që është ajo, andon herë edhe mësë mi pas që të energjinë, më thonë, jo, sot nuk mëj.
se gjithmonë edhe jashtë teatrit, edhe jashtë filmit, edhe jashtë e ki një energji që i bën njerëz më disponu, i bën njerëz më fol, i bën njerëz më të ngu. Ata ndodh na edhe më thonë sot s'isha dalë, s'isha fol me dikon ose edhe kur ke qenë drejtor një karakteristike veçantë është se edhe ka fol me gjithkon. Pa dashur në çku profesionin e kërkujt prej ku e dal, fol me tjetrin, një përshëndet. Na nuk e kemi ndaj forcë mbi natyrore për mos me respektu tjetrin. Na nuk kemi kur gjuma tepër se njëri tjetrin. Ne jemi njerëz thjesht me kom tokë. Askuj nuk i intereson problemet e askujt. Ta garantoj se nëse ti e merr ashtu panin edhe del ju kallzon krejt Gjakovës çfarë halle ki, kërkuj nuk i interesojnë. Por nëse nuk i interesojnë hallet, atëherë pse duhet me reflektu negativisht? Kur ki mundësi me arrit gjanat vetëm me pozitivitet, me energji të mirë, edhe nuk e dini, me thonë drejtën, nuk ka njeri pa halle, nuk ka njeri pa probleme, por na shpesh i fshehim shqetësimet tona apo ndjenjat tona të këqija përmes buzëqeshjeve, që ndoshta nejherë jemi shumë zjeter mrena, po që nuk i intereson tjetrit çfarë halli kiti. Edhe se di, kjo është natyra jeme, unë qështu kam qenë gjithmonë edhe kështu do t'jem. Çfarë kish bëu Munali di? Munal nuk më kish nal kërkushish, absolutisht. Unë i kam disa pika dopta, për shembull mos respektin, e kam njëra prej pikave shumë dopta. Mune se dikush don pakës me më thy është me ma kthy respektin që ja bëj me mos respekt. Qajo më kish bo më unal me s'mo marrë me naj pun nëse jam të indimu dikuj, se zakonisht edhe nina si njeri që ndimoj njerëzve dhe më bën mirë kur ju ndimoj njerëzve, për thom drejten nina shumë mirë, po kur ma kthen me jo respekt, ajo ma ndej me detyron me u kthy në një tjetër personalitet. Edhe nuk... Funksionon me energji që po thonë është, ke energjinë e mirë, ki qeve nda këtë... Me energji të mirë. Nuk kam dëshirë dikush me ma keq kuptu, me mendu që kam interes personal, se më ka ra shumë herë, kur për shembull e kom boni, dikuja kom boni ndërë që nuk më ka hy kur gjëhiq në rrugët e mija, edhe ma ka kthy me për shembull me dilemen ku është interesi jam që po ja bëj qatë punë. Që si loj energjit këqia ose që si loj feedbackin e se marrë unë e bona keq. E që ka të inspiron e ka të gjenë vullneti, se gjithë se që ka energjia, se mu më bënë për shtypje dhe privatisht gjithë të thonë. Se ka njerëz me energji, po nuk kanalizohet, ka të gjenë kë vullneti për... Ne më kështu, ne jemi të kryunë në këtë botë se cili për një qëllim. Kërkush nuk është rasisht në këtë botë. Gjdo gjë që e krym këtë botë duhet pa tjetër ta ketë një karma. Nëse na marrim frym, nuk e kina këto mi majtë këtë frym, nuk është e jona. Këto kina mi qitë këtë frym se kjo frym ka më shërby për diçka tjetër. Ka më shërby ndoshta për lullet. Ndoshta, do më thonë, gjdo gjë në këtë jetë është e ka përcaktimin prej Zotit, edhe ka një feedback apo ka një karma të mirë. Edhe pasi, nëse na logjikojmë këto, atëherë na kur zgjohemi në mëngjes duhet mi ditë që gjanat e mira vinë prej gjanave të mira. Edhe na duhet me qenë sa më të mirë për me na u kthy sëndet e mira. Edhe për shembull, pjesë të cilat na ndodhin në jetë, i kemi të shkrume, nuk mundesh me ju ikë. Kërkuj heq. Bota cilët, ajo e shkrunja jote të vjen të ti. Ti ngutu sot dush, ti e ki pa unë që është gutna. Ngutu sot dush, prap se prap, ti kemi mri ato. Edhe kjo mu më bën me... Pse unë e duna me njëllë keq për me më gjithë keq? Kom qef me njëllë mirë, kom qef me thonë që Zoti ka plane shumë të mira për neve. Edhe hajde ti bëjmë bashkë ato plane. Nëse zgjosh me negativitet, nëse përlahesh me çdo njeri, nëse je në nënçmus të unë e urrej shumë. Nëse je njeri që nuk ja pranon tjetrit, atëherë normalisht që kanë me
kanë me të lidhë pakës, edhe pse deri me tash, shqyr, nuk kemi pas nej këthim me të keqë, si me thonë këta që e pa përmendi se mundet me u keqë kuptu, po cili ideja dhe mendimi jam është që me njëllë sa ma shumë të miren. Për ato, kjo, nuk është që kom nej formule, preki nej pulla, nej sonë, thjesht, sudi. Edhe je përmend edhe më herët me shumë projekte, domethënë, po aktrimi me aktorë të njohur më shumë. Domethënë, je me Artmanin, je në disko, e ki edhe kafen, nuk e di ku me të profilizu, po aktrimin natyrisht besoj që e ki ndërën pasionet ose dëshirat tuja. Muj me thonë... E çka është kështu aktrimi tash për Edin, a kishe mujt me funksionu pa qenë aktor ose pa aktru? Aktrimi nim është lëmia ose profesioni që unë e bëj mas miri. Prej krejt të në që e përmene, në aktrim jam maj miri. A je Edin është? Jam maj mirë se menager, maj mirë se krejt të që e përmene, maj mirë se biznismen. Biznismen nuk jam, po punëtor, i thjesht. Po, kur vje puna te aktrimi, aty nuk lëshoj pe. Sepse e bëj me shumë dashni, e bëj me shumë siguri, punoj shumë, pregatit na shumë, edhe jam, nuk po thom jam maj miri aktor, po maj miri në punë që unë i bëj. E të tjerat duhet mi bo për me mbjetu, sepse na dim shumë mirë që thojnë prej aktrimit nuk ka buk, po nuk është të vërtet, sepse të gjitha këto që i përmene, unë i bëj duke shfrydzu aktrimin. Do më thonë prapë se prapë, aktrimi është ajo të cilën unë involvoj në të gjitha veprimtarit tjera, sepse aktrimi ta mëson jetën. Aktrimi është vetë jeta. Aktrimi ta mëson notin. Çka të kam mësu Edi? Notin ma kam mësu. Për me notun në këtë jetë të grumbullume me ujra atmosferik edhe ujra të kjetës. Edhe jemi në sallën e teatrit Hadisheu, një skenë, te shpesh këtë donë këtë skenë. Shka është për ty se... Skena për mu është njëm jeta, është jeta, A2Ž që thonë. Për mu skenë tje që nuk ka, të gjitha skenat, edhe nëse improvizojmë shtash një skenë, mu ka me më hinë qef, ka me më pëlqy. Më pëlqen o vla, nuk kam shka me bo, më pëlqen. Edhe kam qenë këtë koni pak nashën me salën e këti objektit. Se kjo është sala, ajo është skena. Sala është pak e madhe. Realisht sala humb atë dëshiren për me vazhdu me pa një shfaqje. Po flas pjesa prej rendit 20 në altë atje është e panevojshme. Sepse nuk shemo atje kur gjo. Me ndëgju dëgjën sepse është akustika shumë e mirë, me pa nuk she. Sidomos unë që jam tash i nevojshëm për syza. Une më kamet një farloj zhigi që thojnë që nuk kom pas mundësi, nuk kom pas budget me po intervenime në këtë salë, sepse nëse kisha pas mundësi, kisha me bo intervenime shumë të mëdhaja në këtë salë edhe me regullu qësh duhet. Kom pas dëshirë njëm që këtu me bo konstrukturime, sepse nuk kom dësh me humb ullse, pa atë pjesën me pru për para. Do më thonë, numri ullseve me me të njëjtë, Masja do më mëre shasia ullqeve? Njëjtë, numri njëjtë, veç se këtu kom pas planin shumë të mirë, po që s'ka mujtë më realizu, thash ma herët sepse nuk është vetëm teatr, është objekt. Bo si dykat kështu më qetë ma afra, këtu nuk e din gjullë Shqipe, balkon. Balkon, loja, që janë në teatrët përgjësi. Edhe kjo mu bo pak e s'ma ngrohtë ma mirë, po u deshke me diskutu me shumë njerëz, njerëz jo kompetent, me njerëz jo kompetent të cilët zotë e din se qysh kanë met në ato poste kulturore, edhe nuk isha shumë energji, kapacitet me i tregu njerëzve që vizioni im është shumë i mirë, shumë i qartë, jam të e di qka përdo më bo.
Edhe mungesa buxhetit kuptohet. Po normalisht edhe i kuptoj sepse kanë menduar që do me bëna një prishje të sallës, edhe kjo salla shumë e vlefshme sepse nëse nuk ish bën atë kohë, nuk ish bën asnjëherë në jetë. Edhe ja dridhen kom në herë ku del aty ku të ishe 700-800 të këshyre. Asnjëherë në jetë, nuk më dridhen komt. Përkundrazim forcohen komt. Se është ndjenjë mirë bënim, na bëjmë prova për mësë më në dridhë komt. Po i bëni pa publik? Po, tash. E kemi atë murin e të i dukshëm që i thojmë na, murin e 4, i cili është përpara nesh edhe nuk shohim. Edhe Nuk të vetja se me qenë në dhomë. Në gjarë në dhomë, në dhomë, ne me në dhomë. ku të përfundon ajo që qonë krejt në kom? Ajo është nësi e madhe shumë. Ajo është nësi e madhe. Tash nështë ato tu vjetru ka pak, tu i bod da vjetë ma shumë, kom nisë më emocionu shumë. Edhe kom nisë më emocionu shumë. A ndikon edhe ajo të jo? Po ndikon shumë. Shka ju jep zemër ma shumë? Jo, ajo ta jep vlerësimin njëm. Ajo është vlerësimi maj sakti që me atë njeri është qaj që të. Ton publika edhe që dërë të piti, ku të thiren, e herë në fundu që thashtë, thirëshin si në stadion, edi. Ajo është maj sakta dhe ajo ta mush zemën plot. Një punë e cila më ka mbetë pa përfundume dhe e cila shpresoj që me u përfundu tash prej drejtoreshës, është monografia teatrit, të cilën kam fillu me bo në vitin 2017, me që rast edhe i kam vendos emrat, murin e njerëzve të angazhun për 40 vite. E aty muni me pa ku e kam qitë datën e përfundimit si drejtor. Do më thonë 5 vjetë ma herët e kam tregu që 2022 do tjetë fundi i udhëtimit tim si udhëheqës i këtij institucioni. Pra, bëhet fjalë për monografin Një shekull teatr, një punë shumë e madhe e teatrit, e cila ka pas të angazhum shumë njerëz pas veti, njerëz që kanë punu pa kursy asgjë dhe të cilët janë furnizu krejt kohën me informacione, me vepra, me shkrime, edhe i kanë grumbullu dhe e kanë punu monografin me ndihmën e shumë të tjerëve, sepse është bo për një ekipe shumë të madhe. Ajo më ka met pakës keq për faktin se nuk kishim buxhet me butu. Po besoj që kur të bëhet ajo ka me pas, ajo është aq bukur e punume, sa që të gjitha informacionet pothuajse për një shekull të aktiviteteve kulturore, sidomos atyne të teatrit, janë të cekura. Qka ka edhe aktrimi që i ka dhonë edit, ose a i ka dhonë ma shumë edi aktrimit? Nuk, aktrimi është vetëm një profesion është një profesion ku gjuma tepër, po sigur se cili njeri me dasht profesionin e vetë, kishin me shku punë ma mirë. Unë për mos me përmene, emna muj me t'i numru me 10 njerëz, të cilët e kanë një profesion, po të folin ton ditën për një profesion tjetër. Apo kupton. Për shembull ti mund nuk mundesh me mu me pi kafe, me fol për mjeksi. Unë mund me thonë kom dëgju, po jo sikur se njerëzit që përzihen në shumë profesione tjera. Është mirë se cili me këshyr zanatin që e ka zgjedh, sepse tek e fundit kërkush nuk u shku me zor kërkun. Se cili gazetar më marrë me gazetarin, se cili kamerman më marrë me kamerën, më marrë me objektivat, më marrë me lensat, më marrë me dritën. Dhe më thonë, kur mirën se cili njeri me punën e vetë, atëherë menoj që kish më konë shumë ma lehtë dhe shumë ma pozitive, kish me pas perspektivë ma të madhe, edhe njerëzit kishin. Po ti, unë na mujmë tash me dalë edhe mujmë t'i numru njerëz të cilët janë aktualisht të marrë me punë t'huja. Kështu që është mirë shumë se cili mi dasht punën e vetë, se kur kush sarë në shtëpi me mbeta të bona une regjizor, për shembull. Këtë e kanë zgjedh vetë, ose atë bona ekonomist, ose... Kjo mendoj që është njëna prej rrugëve që duhet se cili mi bo. Periudha e drejtorit teatrit Hadisheu të në Gjakov, ka qenë 10 vjeqare, thamë edhe ma herët, edhe pse vendoset me qëfar qëllimi më bo, këqenë edhe mosh, më sa di 30 vjeqare. është njerës këtë postin e drejtorit e zgjedhen gjithmonë ma vonë, që është masi këtë t'ja nisin me përfëndoj karrierë. Po edhe pse nuk mendoj që 30 vjetë është
është pak, mendoj që 30 vjetë është një mosh e pjekë. Një qerek moshën është ose ma tepër, një qerek jetë do është me thonë ose ma tepër, po teatri në atë kohë ka pas nevojë urgjente për një frym të re, për një energji edhe për një dinamik ndryshe. Teatri në atë kohë kur unë kam fillu punën si drejtori i teatrit, e ka pas vetëm një emër të ish teatrit. Nuk ka pas absolutisht kur gjë lidhe me teatr. Nuk ka pas status, nuk ka pas punëtor, nuk ka pas buxhet. Ka qenë inexistent, nuk ka ekzistu. Thjesht kanë qenë tu i marrë disa fonde, duke punu ad hoc edhe kur gjë kërkuj, nuk e ka njohë bashkë kërkushesh. Na mujmë me ja bërë vetit qefin, me thonë a dikush jemi na, a dikush jemi kon na, po jo, realiteti është ndryshe, teatri në atë kohë ka qenë inexistent. Teatri është ataku shumë herë prej politikave të ndryshme, është ataku para luftës prej okupatorit serb, është ataku pas luftës prej unmikut, është ataku pas unmikut prej shqiptarve, edhe ka ndru shumë herë emna, emërtime, i kanë hek njerëz prej punës, i kanë qitë në rrugë, nuk i kanë vlerësu, me informacione që kom pas kanë ndoshta edhe objektin me ndërtu banesa, një gjë që fatmirësisht po uroj edhe po shpresoj që kemi arrit me nal që të farë dukurie të keqe shumë. Edhe unë kam qenë atëherë në Prishtinë, menaxher në një kompani, s'po du me përmend emra, po ka qenë për realizimin e reklamave, filmave, edhe kom pas beneficione shumë të mira dhe si aktor, po që e pash të nevojshme me ardhe dhe me konkuru në postin e drejtorit. Për faktin se nuk kish ndonjë konkurs tjetër. Desha me u fut në teatr, po që veç drejtori ish... Ili? Jo, veç drejtori ish të marrë rogë edhe tre të tjerë. Edhe nuk kish konkurs tjetër, u deshke më po drejtor se s'kish konkurs për aktor. Edhe aplikova, pa ta fatin me u përgatit shumë mirë, më kujtojtë orientimet e mia programore për 4 vjetë e para, i kom realizu 110%. I kom realizu të gjitha pikat që i kom paraqit tek këshilli atëhershëm për teatr. Mandej, duke pa shumë të nevojshme që duhet me kontribu tepër, arrita me themelu teatrin në Asamblen Komunale në Gjakob, sepse teatri ka qenë i pa themelum, ka qenë inexistent. Qa kuptimi e dhe që pa themelun? Ka pas shfaqe, ka pas... Nuk ka egzistu teatri, nuk ka egzistu me letra, me dokumentacion, me si institucion do më thonë? Nuk ka egzistu. Si institucion nuk ka egzistu. Njerës që ju në pagu ma roga që kanë... Rogat është shpërba teatri në vitin 2007. Kanë dollë këtë në rrugë, i kanë majtë vetë menaxhmentin për shkak që kanë mendu që nuk guxojnë me hek, po që teatri është themelu. E kam aktin e themelimit e kam në zyre. A ke thonë e herë e dhe qëta? Nuk e di. është themelu teatri, është të gjithë aktorët e vjetër në radhë parë janë respektuar maksimalisht, duke u nominuar në Ministrinë e Kulturës, pothuaj se dikuj ka 9 vite ose se dje i ka 10 apo i ka 9, ku ish Ministri i Kulturës Memli Krasniqi ka marrë një vendim për me nda çmime vjetore për vepër jetësore apo post-mortem apo vepër vjetore, ku ne i kemi marrë për 9 vjet i kemi marrë 7. Teatri Gjakobës ka arrit që me i respektu, po thuj se 99.9% të kontribuzve të gjeneratave të vjetra, apo të ish themeluzve të mahershëm. Edhe, mandej kemi arrit që me ndihmen e krijimit të asociacionit të teatrove, ku në atë kohë kam qenë kryetari i asociacionit, edhe njëri prej themeluzve, kemi arrit që me qu zonin jashtëzakonisht gjatë edhe në institucione vendimarrëse qendrore, që janë Qeveria e Kosovës, Ministria e Financave, me i kthy njerëz me shtin puna. Kemi hasë në probleme shumë doja, sepse u doke që jemi të folë gjanat parreqme, mirë po
me një punë të palodhshme, kemi arrit që teatrot t'i ngrisim në një tjetër nivel përveç themelimit të teatrit, ku kemi arrit që tash t'i kemi 24 të punësum deri në pensionim. Përveç kësaj, kemi marrë çmime kombëtare, ndërkombëtare, kudo që kemi shku, kemi triumfuar me çmime të para gjithmonë, edhe e kemi bë teatrin konkurrent të vlerave artistike në rajon dhe jo vetëm në rajon, por edhe në festivale ndërkombëtare, sepse kemi marrë pjesë konkurrencë edhe me Kroacinë, me Turqinë, me Bosnën, edhe aty kemi marrë vendin e parë, domethënë edhe në atë festival. Duke u nisë prej këtij realitetit, e pashtë nevojshme që duhet që koha ime përfundoj këtu, si drejtor, si udhëheqës i këtij institucioni, dhe vendosa që në hapjen e konkursit mos me garu si drejtor, po me kalu si aktor. Tash jam aktor i teatrit, jam i gatshëm me ndihmu drejtoreshës Albulena Kryzio Bokshi, të cilës i kam ofruar ndihmë prej ditës parë, po jo vetëm Albulenës, po të gjithëve. Unë mendoj që teatri duhet shtyhet tash në një perspektivë pak më të lartë se aty ku kam pa unë, duhet me pas ide të tjera, ide më inovative, më të mëdha, sepse çdo njeri lodhet, edhe soset, edhe shpenzohet, edhe normalisht kur nuk e ke edhe përkrahjen politike, sepse teatri është revolt, teatri është opozite, çdo opozite. Edhe pengon shumë. Edhe pengon, edhe unë jam mundu që për këto 11 vite, 11 e gjys, me majt teatrin në nivelet e larta artistike, kulturore, e asnjëherë mos me pas përzimje politike. Dhe ja kam arrit qëllimit. Edhe ka pas shumë shpesh gati të gjitha premierat edhe shfaqjet, salla diet është ndërmend më madhe në Kosovë, kanë qenë të stërmbushura. Po. Qysh është për ty, për shembull, për drejtor, si drejtor, qysh kanë qenë ku ta shet atë publikun edhe. Po normalisht është kënaqësi, sepse puna jonë duhet të manifestohet me publik, sepse akti jonë final është premiera, që është drejt për drejt me publikun, me shikuesin, po që është dashur më bëni punë jashtëzakonisht e madhe për më mbledh ata njerëz, sepse thash më herët kemi pasur mungesë njerëzve adekuat, personelit, njerëzve që veprojnë, edhe shumë herë dashur edhe unë personalisht më dal me ngjit plakata. Po të mbot që je marrë këtë kohë me ftesa me. Duke shfrytzu që thonë populli edhe gjokerat e mi personal, duke i shfrytzu edhe njerëz të mi të afërt, jo mundu që teatrit me ja ringjall publikun edhe me ja kthy. Mendoj që kemi arrit, publiku i Gjakovës është një publik shumë i mirë, nëse i servohet diçka mirë ai ka me ardh, nëse nuk i servohet normalisht që nuk vjen. Unë mendoj që kemi pas çka me i servu këto vite që kam udhëheqë, dhe jam shumë i sigurt që kjo traditë do të vazhdon, edhe teatri nuk do të bjen asnjëherë në atë nivel që ishte dikur. Edhe tash si aktor, a kanë aktorët kështu ëndra, për shembull për ndonjë rol, cilën e preferon me lujt? Po normal. Cilën e ka ide, cilën rol? Unë jam i thar shumë i madh i dramaturgjisë antike. Unë du shumë antikën, sepse antika është shumë e shkruar shumë mençëm. Është edhe pse është shkruar para 3-4.000 viteve, është shumë aktuale. Aty vjen në konsiderim, vjen në pa aktori mirë, vjen në pa fjala bukur, edhe çdo gjë që lidhet me aktrimin. Unë jam shumë i thar i antikës, zhanri dramës më pëlqen tepër. Normalisht autorët e verifikun se cili rol i madh i, për shembull, i Shakespeare-it, për shembull Ricardin 3, mendoj që kisha me bo tepër mirë. Nuk e di. Romeo në kom lujt njerë kur kam qenë pak më i ri, tash nuk jam më për Romeo. Te filmat, Edi? Filmat mendoj që nuk, deri me tash, ata të cilët i kam realizuar nuk kanë qenë shumë të kënaqshëm për mua, nuk po punohet aq shumë profesionalisht që me të met diçka pik në zemër, po megjithatë është drejt rregullimit. Kanë filluar njerëz të mua avancu, kanë filluar njerëz me ditë me shkru, sepse filmi varet krejt prej letrës. Ato që nën kuptohet që janë pamjet, janë vizualizimet, janë gjanat, po kur nuk ka brum,
kur nuk ka, nuk mundesh mi bo një pite pa brëm të mirë. Kështu që nuk kam nej zhik dhe me tash, po besoj që raportet i kemi shumë të mira me qendrën kinematografike të Kosovës. Birone kam pas rastin me qenë dhe producent i filmit Për Nanën Fërdonie, filmi cili ka pas shumë bujt madhe, ka pas impact shumë të madhe. E sidomos të ndërkombëtarët, kemi arrit me pas premierën në Vjenë, kemi me pas tash vitin që vjen në Hagë, në Bruxelles, në Paris edhe shumë vendet e tjera. Kosovë kemi pas, në Gjakoba akoma se kemi pru. Edhe nuk e di, ka fillu me u ndërtu edhe komuniteti artistik i prodhuesve të filmit. Po që jemi të Nana Fërdonie, e dim edhe vujtjet edhe projektimet e saj. Kosovë janë bërë disa filma për luftën, por me gjithatë nuk o bo shumë, se ne dim se... Jo, asë një nuk o bo. Okej. 0 filma për luftën. Ata filma të cilë... Po folin kuptimin e projektimit njerëzve. Se cili njeri nga kena projektu dhe vetë si gjenerat luftën, se cili njeri ka një ngjarje. Shohim që është bojnë filmat e në prendim, një ngjarje, ndoshta jo shumë tjerë zakonshme, bot një vepër e madhe. Zakonisht luftra ka përjetu krejt bota. Po. Nëse na bëjmë një film që kish me interesu botës me luft, ata jënë shumë pa interesu me pa luft, sepse kanë pa luftën prej Vietnamit. Po me gjitha të edhe për luft, hala për luftën e 2 botënore për ka filma. Po adim pse, nëse në luft ka mbet një pianist, nëse në luft ka pas mrena luftës, ka qenë një ngjarje tronditse, atëherë po. Për shembull, kemi rastin e Nanës Fërdonie, e cila nuk prek luft, nuk sheti luft as bombe, as tukall. Pa jo ta tregon luftën përmes fotografisë. Edhe neve shka na duhet? Neve na duhet që mrena luftës me tregu një histori. Jo me tregu luftën, jo në bo filma të tentu me tregu luftën, por ku intereson lufta në botë. Luftën e kanë përjetu krejt bota. Intereson luftën, nëse kërkoj falje se nuk po më kujtohet emni i nënës që ka djek vetën. Pashke. Nënës Pashke. Por nëse na shtim nënën Pashke, atëherë tregojmë luftën. Na duhet me fillu me mendu, me godit, me gjanat vogla, që tregojnë shumë. E për këtë arsye po them nuk është bo ndonjë film i metrazhit gjatë, sikur se Serbia për shembull, që i ka bo minimum një 7 filma kundër luftës për Kosovën. E di që është agresori vetë. Po. Edhe nësi që patëm në mision, faleminderit për te, du ta maj librin në shumë respekt. Libri i bukur, ha? Shumë është i mirë si libër. E hera parë që për shumë, po besoj që është i mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe të uroj sukses, të uroj gjithat mirat, besoj që na takomi prap, shihemi prap. Sigurisht. Në për ngjarje dhe sukseset të mira të gjithëve së bashku. Faleminderit shumë.